Me dyshimin e fortë të bazuar në prova se England Koçi është vrarë nga shoku i tij në kërkim Armand Shakaj, një strukturë e posaçme është ngritur në Policinë e Tiranës për gjetjen e trupit të 34 vjeçarit të zhdukur prej 4 qershorit. Në lidhje me këtë ngjarje, është një ngjarje goxha sensitive. Nga ana jon për zbulimin dhe dokumentimin e eventualisë kriminale të kësaj ngjarje është ngritur një grup i posaçëm me timor. Kryepolici i kryeqytetit, Oliger Torba, tha se kërkimet janë fokusuar mes Tiranës dhe Elbasanit dhe në kërkim janë përfshirë dhe trupat të specializuara nga Kosova, por deri më tani pa rezultat. Dhe aktualisht që po flasim, është një strukturë e posaçme që po kërkohet në lidhje me trupin e shtetit England Koçi. Kërkimit janë përmenduar kryesisht në rrethinat e Tiranës, mes kushtirit ndarës Elbasanit dhe Tiranës. Krimi dhe motivet e rrëmbimit është duke se 34 vjeçarit ende nuk janë provuar, por dyshimet janë për një konflikt të nisur për shkak të borxhit ose fajdeve. Indicia në lidhje me këtë ngjarje është marrë nga familjarët të dyshuarit, të humburit. Ilir Narati, ndërkohë mbetet Sadik Llanaj, autori i ekzekutimit të Arjan Baloshit në Paskuqan të Kamzës. Në ndjekje të vrasësit të dyshuar janë forca speciale Renea, ndërsa kërkimet vijojnë në zona të ndryshme ku dyshohet se ai mund të fshihet. Është ngritur një grup duke pas parasysh të rrethshmërinë e autorit të ngjarjes dhe pothuajse janë ushtruar mbi 20 kontrolle banesash, kryesisht në vendet ku ne kemi pas dyshime të arsyeshme dhe aktualisht vijon puna për kapjen e këtij personi për shkak të rëndësisë të operacioneve. U thash edhe në intervistën që dhash para jush, është angazhuar dhe po vjen të angazhohen forcat e Renea. Në konferencën e parë si drejtuesi i policisë së Tiranës, Torba u ndal dhe tek skandali UBA Bank, ku zbuluan 11 punonjës të një dege që kishin ngritur një skem të vjedhjes së klientëve. Operacioni transakcioni i gabuar, në kuadër të cilit u ekzekutuan 11 masa sigurie ndaj 11 punonjësve të bankës të një banke të nivelit të dytë, të cilët dyshoheshin përmes falsifikimeve dhe ndërhyrjeve kombëtare kanë përvepruar rreth 300.000 euro dhe $92.000 nga 2 klientë. Lufta kundër kultivimit të bimëve narkotike, tentativës të trafikut të armëve dhe garantimi i rendit i sigurisë gjatë sezonit turistik mbetet sfidë për blut e Tiranës. Garantimi i rendit dhe sigurisë publike, siguria në shkolla, siguria rrugore, lufta kundër shpërndarjes dhe trafikimit të narkotikëve, armbajtje pa leje, kapja e personit në kërkim, evidentimi dhe goditja e krimeve mjedisore, parandalimi dhe goditja e kultivimit të bimëve narkotike në terren të hapur dhe të mbyllur. Menaxhimi i fluksit të lëvizjeve, goditja e kontrabandës dhe tentativa e kalimit të kufive me dokumente të falsifikuara janë prioritet i drejtorisë së kufirit të migracionit për muajin në vijim.